një gatim të tillë pa vendosur tavën në furrë. Në furrë tjetë nxehtë. Tek përbërësit normalisht që është qepa gjitha dhe shoqët gjitha janë në vendin e duhur, sikurse dhe gjalpi. Do të marrë dhe pakës gjalp, pra do të huazoj dhe pakës gjalp, që ta vendos direkte në tavë. Në tavë. Ja. Dhe në momentin që shkrihet, unë vendos dhe produktet e tjera. Kam qepën, Filluat të... Direkt qepën, gjë që e pres në blender ose nuk do të përdor të gjithë qepën. Jo, Kaq, po, sepse le të gatuajmë për 2 persona faktikisht. Për 2 persona po e bën. Pastaj pra një qep e grirë mirë. Normalisht gjiza me krip apo pa krip ose njomos është akoma dhe më mirë.